Dritanëri Xhepi dhe Aldo Majnishta, dy nga të pandehurit në çështjen e rrëmbimit dhe vrasjes së Jan Prengës, nuk kanë pranuar të paraqiten për të dëshmuar në seancën gjyqësore ndaj Altin Hajrit, i cili po gjykohet në mungesë nga gjykata e posaçme. Të ndodhur në paraburgimin e Fierit, të dy kanë refuzuar urdhrin e gjykatës për të transportuar drejt Tiranës, ndonse ishin pjesë një liste të dëshmitarëve të kërkuar nga SPAK. Për këtë arsye seanca u shtyp për një datë re. 2 muaj më parë Xhepi kishte dhënë një dëshmi të shkurtër, ku mohoi çdo lidhje me Gentian Funiqin, një nga të dyshuarit kryesor të dosjes. Megjithatë, hetuesit e konsiderojnë si Xhepin ashtu dhe Funiqin urdhëruesit e rrëmbimit të Jan Prengës, ngjarje që mendohet se lidhet me vjedhjen e një sasie prej 260 kg heroin nga vëllai i viktimës në Britaninë e Madhe. Rrëmbyer në janar të vitit 2020, Prenga u zhduk pa lënë gjurmë, ndërsa trupi i tij nuk është gjetur ende. Grupi kriminal që kreu rrëmbimin përfshin edhe emra të tjerë të njohur për hetuesit si Geraldo Martini, Martin Bleta, Corrado Gështenja, Artan Docaj dhe vetë Altin Hajri, të cilët akuzohen për pjesëmarrje në një organizatë strukturuar kriminale.